15 gushti është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët e krishterë ortodoks, i njohur si fjetja e hyjlinces. Në këtë ditë kremtohet fjetja e Shën Marisë dhe bashkimi me birin e saj në jetën e përjetshme. Në manastirin e fjetjes së hyjlinces Marinë në Boboshtic u zhvillua liturgjia e shenjtë, e drejtuar nga mitropoliti i Korçës, Hirësia e tij, Imzot Anastasi. Ceremonia mblodhi 10 besimtarë, të cilët ju bashkuan lutjeve dhe riteve fetare kushtuar kësaj feste. Në kremtime morën pjesë banor nga qytete të ndryshme, por edhe emigrantë të rikthyer në vendlindje për të festuar 15 gushtin pranë familjeve dhe komunitetit. Kjo është festë shumë e bukur, t'i ndihmoj gjithë shqiptarët, inshallah marrin një drejtim të mirë. Çfarë them, shëndet të gjithëve dhe mbarsi. Nga Durrësi ne kemi ardhur në qytetin e Korçës, po sot në Beqë Shëmëria, edhe festohet në Boboshtic, edhe erdhëm këtu ta festojmë bashkë me komunitetin. Nga Korça, jetojmë në Greqi, vim çdo vit, edhe jemi shumë të kënaqur. Jetoj në San Diego, në Kaliforni. Normale vendlindja theret për ditë, për natë. Janë bërë gati 10 vjetë pa ardhur, pa u kthyer. Rastësi që erdhëm këtë vit edhe do lidhur për Shëmërinë. Jetoj në Selenik, në Greqi. Kam ardhur për festën e 15 gushtit, Shëmërinë. Besoj shumë. Gëzuar këtë ditë, të jemi të gjithë mirë dhe të kemi dashuri me njëri tjetrin. Festa e fjetjes së hyjlinces Mariu kremtua edhe në kishat dhe manastiret e tjera që mbajnë këtë emër, duke bashkuar besimtarët në lutje dhe në traditat e kësaj dite të shënuar fetare.